Janë të shijshme, janë verore, ekonomike. Sa ta një picë jashtë, më mirë ja mrena, tak tak, ka shije në një picë tamam. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë me qofte të rreme i quaj unë këto, se që janë pa mish, vetëm me zarzatate, me qep edhe me domate të stinës. Unë kam përzgjedh ca qep të njoma, duhen 4-5 fije qep të njoma, të freskëta sigurisht, që të treten shpejt në qofte, edhe do t'i presim imët dhe imët. Kur them imët, shumë tolla janë. Aq nuk duhen më shumë se 2-3 fije qep të njoma, kur është pak më e plotë se sa kjo imja, se këto ishin shumë të njoma. Gjithmonë mundoheni që t'jetë sa më e freskët, sa më e hollë, që të tretet në kollaj. Edhe 2 domatet të plota, ja. Siç janë, të preme kubik, sigurisht edhe pa lëkurë. Piper të zi, asnjëherë s'fjetër përveç piperit të zi. Një filxhan i këtill është afërsisht me miell, edhe gjysmë filxhani prap që të llogaritet, jo me maj, po unë këtë kisha filxhonin që kisha më të vogël, se tash s'po pijmë dhe kafe në shtëpi, kështu që s'na interesojnë as filxhanat, ka dalë jashtë monde. Njeri në shtëpi s'na shkel, dhe unë përdor këtë të çaj gjysmën. Pa kry, edhe një filxhan me ujë, se ka dhe domatja vetë ujë. Kto ishin dhe përbërësit, tash do t'i përzijm mirë në një lugë druni, unë po bëj vetëm një ktere, se s'kam kujtja, ja. Një që ka më shumë fëmijë, e përdor me mas tjetër, po gjithmonë do ta rafi mirë po që se del shumë e ujshme, hudhi një pikë miell. Ju thash që me sy, po se varet dhe nga longu i domates që ka mrena dhe ajo e ujëzon shumë, edhe do ta rrafësh 5-6 minuta me lugën e drunit, ja siç bojmë petllat. Tash bëj gati teren me i skuq. E lem, voj duhet të nxjerrë pak tymë, kur t'i hudhi qofte. Voj për mua është nxe, po tash korrenti sot që i ka. Do ta hedhim lugë. Tash do t'i lejm skuqen mirë nga një anë e do t'i kthej nga ana tjetër. Tash i fillojmë i largojmë. Ja marrëm edhe qoftet që bona, qoftet e rrejme, ekonomike. Sa ta një picë jashtë, më mirë ja mrena, tak tak, ka shije në një picë tamam, është shumë e shijshme. Na bëf mirë dhe ne.